sot? Po, për zgjedhjet edhe lokale dhe qendrore zakonisht thuhet se janë baza e gjithë demokracisë. Pra nga këtu, kjo është hallka e parë në demokraci edhe i gjithë procesi i cili është në zgjedhje, pastaj rezulton me institucione të atij lloj legitimiteti. Pra nëse është procesi i cenuar, edhe ato institucione, edhe ata kryetar do të jenë me legitimitet kështu s'paku moral të cenuar, sepse është një gjë. KQZ-ja vetëm një punë ka. Kur gjë tjetër në botë nuk ka, vetëm këtë punë, për këtë punë paguan, pra që të asigurojnë aspektin teknik, logjistiken e mbarvajtjes së zgjedhjeve. Kur gjë tjetër. Edhe nëse unë mendoj që kryetari KQZ-s sonte ishte datë me dorëheqje morale, sepse me vetë faktin që dolen edhe me as lehtësi e pranua një gabim teknik në numërimin e fletvotimeve, kjo është absolutisht e pafalshme. E pafalshme është sepse ata nuk e kanë kry punën për cilën paguan edhe për cila punë shumë komfore në shumicën e kohës. Domethënë nuk kemi zgjedhje çdo muaj, por ideja është që kanë qenë kaq jo serios. Kanë qenë bile edhe ajo kompania tha, kanë qenë edhe përfaqësuesit e KQZ-s në kontrollin e ekzaminimin e fletvotimeve. Domethënë, nuk po flasim për një vend si Kina apo India, nuk po flasim për një qytet si Tokyo, Mexico City apo ku ta diun me 20-30 milion banor. Po flasim për një Mitrovic të vogël, për një Prishtinë të vogël, për një Kosovë të vogël. Edhe prej gjitha komunave ku bash u gjendë në Mitrovic, ku në raundin e parë rezultati ishte në teh, pra ishte 120 vota. Edhe për këtë arsye, edhe KQZ-ja, po edhe partitë politike, është dashur, edhe përfaqësuesit aty në KQZ, edhe gjithë është dashur që të jenë maksimalisht të vëmendshëm, vigjilent, mbikëqyrës, sepse është parashikuar, gjithkush e ka parashikuar që ka me qenë një garë shumë e afërt. Dhe zakonisht kur ka gara të afërta, secila palë e kërkon edhe aspektin më të vogël në mënyrë që pastaj të viktimizohet dhe ta arsyetoj humbjen. Edhe kjo tash na shtin në një zinxhir, sepse unë jam i sigurt që edhe sikur institucionet dalin dhe nëse dëshmohet që janë 20 vota, 50 vota, dhe nëse edhe sipas ekspertëve të zgjedhjeve nuk e cenon rezultatin, por moralisht, simbolikisht e cenon. Dhe thoni që në këtë rast, PDK po pretendon se ka patur keq përdorim për të justifikuar para elektoratit të vet, për të justifikuar humbjen para elektoratit vet? Po, për një arsye, sepse dallimin e vota nuk besoj se mund të jetë i barabartë me numrin e fletvotimeve të jo ligjore, jo valide. Po, jo valide. Sepse nëse tash, unë sinqerisht nuk po kuptoj, sepse aty janë përfaqësuesit e gjithë partive politike, aty janë OJC të ndryshme, aty do të thotë, unë mendoj që është dashur, gjitha kanë dështu. Por ajo partive politike jo është dashur që të mbikëqyrin maksimalisht, që të kërkojnë masa shtesë, që dalin publikisht, sepse kjo garë politike ka qenë jashtëzakonisht e tensionuar, edhe është ditë që ka ndodhur kështu. Edhe në këtë moment, ose një ekces me një numërues, ose me një mbikëqyrës, ose me një përfaqësues, ose me një fletë votimi, i jep material pastaj që për një kohë gjatë edhe të shndrohet në një shembull negativ, por edhe që të njolloset edhe qeverisja e 4 viteve, por edhe që të merret një lloj, pra ti vihet një hije keqe gjithë procesi zgjedhor. Ju e përmendet edhe faktin që kemi pas zgjedhje për këtë arsye edhe në rajon, gjithë liderët na kanë përgëzuar vazhdimisht, organizatat ndërkombëtare, bashkia ndërkombëtare do thotë, sepse për një shtet që ka dalë prej luftës me pas këtë nivel të kulturës politike, të emancipimit, siç ndodhi edhe në raundin e parë. Pra, po, edhe në zgjedhjet nacionale, por edhe në raundin e parë, ose me fitoren e vetëvendosjes. Ai ka qenë një transformim kështu radikal që unë besoj që në asnjë vend në Ballkan nuk do ta lëshonin partitë politike pushtetin aq lehtë siç e lëshuan apo siç u pajtuan, më mirë me thonë, PDK-ja, LDK-ja dhe vetëvendosja fitoi.
fituat Po në Jakshi rregull. Mitrovic nuk po duan ta lëshojnë aq lehtë pushtetin. Po, mirë po, nuk shkon, mirë po kjo i njollos edhe ata që eventualisht kanë dashur me bë një gjë tillë, por më së shumti KQZ-n. Po thonë që Kreshnik Radonishi do duhet jepte dorëheqje, por KQZ-a është e bindur se numrat CERIK përputhen plotësisht dhe se nuk ka ndonjë ndikim në integritetin e procesit. Pra nuk ka cenuar as pak procesin, thjesht një gabim teknik. Besimi është cenu, prandaj duhet një proces hetimor. Po edhe që po më shkruan një mik, po thot 420 komisionerë dhe 208 vëzhgues. Domethënë si ka qenë mundshme që nuk e kanë. Megjithatë, zoti Krasniqi sot na lat kuptojmë se e ka ditur KQZ-ja. Si thua para prakisht që nuk i besoj. Nëse e kanë ditë, aq ma keq nëse e kanë ditë edhe nuk kanë tregu, e kanë majtë msheft. Kjo është një poshtërsi edhe ma madhe. Do thot nëse e kanë ditë, ata është dalë sepse anglisht i thonë damage control, do më thonë kontrollim i dëmit. Nëse e kanë ditë, ata është sikur të ishin dalë para prakisht. Kuptimin e kanë ditur para se të bëjë kështu publike, para se PDK-ja të reagonte. Brenda KQZ-s e kanë vërejtur, e kanë parë. Po, Mimoza, mirë po, do t'ishte pak krahasimisht situatë tjetër, sikur vetë KQZ-ja dilte edhe thoshte kërkojnë falje, ka ndodhur kjo dhe ky është gabim teknik, nuk ndikon në rezultate gjitha këto. Sepse këtë tjetër është nëse ti vetë e tregon që ke bë gabim edhe kërkon falje, a këtë tjetër nëse bëhet. U përmend fakti që edhe në Gjakov është e njëjta situatë, po ja që atje nuk ka